Flamore unë këto në ditën e parë që ku marë, mas pari, bismillah, këta e ku unë. Se unë me këta. Unë për që ta kemi shku për që ta kemi liftu. Patriotizmi i ka dy, ose ke lind me ta, ose të ka bi pastaj. Ndesh në të vjen, ndesh mos vjen. Kur se kum shef identitetin as atje. Se atje kur e qelen shqiptarët një restoran, për shembull e ka emrin Çameli e kanë gjitë Kamilo. Për mos mu diktu si jo shqiptar. Që një shambull i mirë që i ardhë me kontribu në vendlindje tone. Se ndroj, mu për vesin, sot u manar Zvicër më kurkush, sot, që për që duhet shkoj dhe anej, po se ndrojën e që tash, që e kum gjithë mu ka rikëthy qaja që tash, ato i kum përfitu pidove që nuk janë konë për kohën atërshme. Për shembull, atëherë, mi mledhti që to bim e me qelë diku një lokal, s'ka pas as një lokal në Kosovë atëherë, s'ka pas, po s'ka pas edhe mundësi njeri me as mi ble, as kur konë që janë konkurset. Sot është fantastike, sot ja vlen, sot është për marak. Tash këtu pranë hyrje të shtëpisë tonë ke vendosë edhe flamurin kombëtar. Me këta kum lindu ne. Ka ardhëm në fakt bashkë operatori krenore, i pati disa kritika për shqiptarët e tjerë që jetun në disa fshatra për rreth, ku tha që asnjë flamur nuk pat shqiptar përveç tek emri i një herojit kombëtar që ka ato, emblema OÇK-s. Ndërkohë ka lagjet e serbëve kur i ron pat plot flamujt serbisë. Ti je njëri prej atyre që e ke vendosur flamurin shqiptar. A pëse? Ky bashkë me vend nuk ja qes poshtë ta, se po shihet që ka edhe ky ka patriotizëm, jo të kupjum, po e ka ja të bin, ja të trashëgum, ka lind me ta. Patriotizmi i ka dy, ose ke lind me ta, ose të ka bi pastaj. Se te ditë vetën kush je tek je, nuk ka poshtërsi ti vetës me thonë jam shqiptar. Megjithëse për shembull do e zbehin me gjestet që i bojnë, shpesh herë hahen nër me vetë, dhe na shkaki i qatina, po në vjemare me thonë vetit jam shqiptar. Ajo është gabim. Unë në Zvicër plot disa vite, masa ne kum kalu edhe këtu, sikur që i thujnë atje serbë shtendik, vetë jam konë firmë vetën. E kum shku Fadil Feyzu, ku të shkojnë lokal të apat, të vlajnë, Fadil Feyzullahu, i shpërndojnë vlajnë, këtë të ishin pse peqet ashtu që shqiptarët, ndesh në të vjen, ndesh mos vjen. Kur se kum shef identitetin as atje. Se atje kur e qelen shqiptarët një restoran, për shembull e ka emrin Çameli e kanë gjitë Kamilo. Për mos mu diktu si jo shqiptar. Haj, pa zoti mos e boftën për kush e disa pare me ndruun ti. Ja pa se bajun ata. E flamurin, ka të ardhë ideja me vendosë? Flamurin unë këto në ditën e parë që ku marë, mas pari, bismillah, këta e ku unë. Se unë me këta. Unë për që ta kemi shku për që ta kemi liftu. Kjo është identiteti jem. Ta shqemi na në Kosovë, po edhe Kosova me flamurin tjetër që është, bime që sajna. Na jemi, do thonë, ka shqiptar, e kësha thonë, në mbulojën e tjerë, na jemi kom shqiptar. Duhet na, që shajt mi dalë, zot, lesh tash mos flasëm për Kosovë, për Shqipëri, po edhe një i vetëm që o, dikon, që atër shihet patriotizmi, që aj pale sa vite o të prit mi dalë zot dikush, duhet mi dalë, duhet me shku edhe ati mi angull flamurin aty edhe me thonë na dishmi ketë sa milion shqiptarë jemi, me më të prej këty dykush me gisht, na krejt që atje vim, te ta vnojmë atëvar kontrolin, ki me jetu sukur na me të qytetit, Prishtina, në Ferizaj o kudo. Që atëherë dihet që na jemi shqiptarë që shdohet, po.